se kushte, kërcënime, shantazhime me histori komisionesh apo votimesh në Kuvendin e Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit të saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Për të rikthyer tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ne do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirëkuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas. Lutem, të na mbroj. Dhe në janar, për shkak të mbylljes së sesionit, me fillimin e sesionit të ri, ti rikthehen punës. Në rast se nuk do ta bëjnë një gjë të tillë, duhet po e them sot që ata e prishin dakordsinë për të mos marrë pjesë në komision, ne e prishim dakordsinë për të ndryshuar shumicën në të dy komisione.